Dhe kalojmë në një tjetër moment mjaft interesant, në një kategori tërësisht tjetër muzike. Në një kategori shumë të re për muzikën tonë shqiptare. Jemi munduar ta emrojmë popullore andej këndej dhe më së fundi tham t'i themi folk. Sa është folk ajo, sa është turbo, sa është disco folk, sa është techno folk, do t'na tregojnë kritikët, por ne ashtu e kemi quajtur folk. Në kategorinë e parë për këngën më të mirë, Të ftojmë të pop folkut, po, do të ftojmë ndihmësin një herë, harova. Është kolegu i një televizioni 21, driton si Qeca, si dhe kjo vajzushe bukur aty që ka emrin Gresa Behluli, do të na ndihmojnë për çmimet. Urdhoni. Spari mirë mbrëma gjithëve. Është kënaqësi vërtet e madhe për mua që jam pjesë e një evenimenti kaq të rëndësishëm tradicional Ziko Show. Mi mbroma gjithve, pikë spari, unë gëzohem shumë e di që edhe ju që po vazhdojnë të realizohen festivalet të tilla tradicionale, ku në mënyrën më të mrekullueshme të mundshme pasqyrohet puna dhe aktiviteti i artistëve tanë të shumt, mbase pak herë gjatë vitit mundemi me u taku kështu miqtë e mi të dashur. Faleminderit Ziko Company. Faleminderit juve dhe kalojmë në 3 nominimet për kategorinë e këngës më të mirë në pop folk. E nominuara e parë një këngë që ka bërë shumë buj, këto kohët e fundit. Sigurisht që ka bërë shumë buj. Ruajini gra burrat sepse kënga titullohet Burr të martuar unë dashurova dhe e nominuara e parë është Rovena Stefa. Po edhe kënga e dytë nuk është që ka ndonjë titull shumë të mirë, Gjithçka ka të bëjë me tradhtin. Era Tradhti dhe Lavi, një këngë vërtet e mrekullueshme. Dhe është nominimi i tretë i Ponit që pyetet. Dhe përmbyllet edhe tradhtia, edhe burrat e martuar, ç'është dashuria vallë. Mjaft këngë interesante, po të shohim se cila e ka arritur ty në zemrat e të gjithëve, në zemrat e atyre që e kanë votuar gjatë vitit. Do të thresim me njërë vajzushën tonë, në sjelli letrën, ku është i shkruar emri i këngës më të mirë të kategorisë pop folk. Dhe fitues është? Rovena Stefa. Rovena Stefa dhe burrë të martuar dashurova. Hajde Rovi, urime zemra ime. Ju falenderoj të gjithëve, falenderoj Spari autorët e kësaj kënge, muzikën Elisa Stefa, motrën time dhe kolegun tim Shpat Kasapi. Gjithashtu falenderoj shumë për tekstin e mrekullueshëm të kësaj kënge kaq të realt, Avnit Shahilin. Po ti je fajtor do me thënë për këtë këngë. Faleminderit zemra ime. Mirë, në fakt, po shikojmë 3 motra Stefa që duken vërtet të bukura. Mirë mbroma, mirë se erdhe, përshëndetje, Rovena, po dukesh për mrekulli. Faleminderit shumë, ju si jeni? Mirë mbroma. Mirë mbroma. Edhe Elisa, hajde flisi pak për duken, kush është kujdesur, dukeni si princesha. Vetë jemi kujdesur, unë, kurse Elisa, natyrisht me mendimet e të trejave së bashku. Besoj të falenderosh Albulenën, apo jo? Natyrisht, Albulena e falenderoj dhe dua shumë. Faleminderit. Rovena, do kesh një performancë në gjatë spektaklit apo jo? Edhe je nominuar në 2 kategori. Hajde, ku je përgatitur për të fituar çmime apo për të dalë mirë në spektakël? Nuk e di, shpresoj të kem një çmim, por nuk është dhe shumë e rëndësishme. E rëndësishme është për mua performanca ime sonte, do të këndoj këngën time më të re Kana Xhexhi. Rovena, e vërtetë është 650 gram kurora? E vërtet është? Është pak e rëndë tash? Jo se e prishim. Është unike apo? Është unike, e bërë me dorë, me dorë. Irva, për herë të parë Irva. Mirëmbrëma.
Mirë, duket shumë mirë. Faleminderit shumë. Ftoj në vazhdim, ikonën e muzikës popullore, zotëri Ramadan Krasniqin, dhe përfaqësuesin e sponsorit ton, General Play for Cash, që të dorëzojnë të çmime në skenën tonë. Faleminderit shumë. Inshallah dhe ju plakën si kur une. Jam plaka, po? Faleminderit. Motivi për këngëtar me po këngë të reja, me po videoklipe të reja, so është kusht tjetër veç Zhurma Show. Sa bukur po duken i të veshur krejt me smokinga, me kostyme, unë me xhamper. Po duken a mira keq. Faleminderit. Mirë më gjithëve, Pikspori dua të bëj përgëzime për këtë ngjarje të jashtëzakonshme. Është nder që jemi në mesin e juve. Në emër të kompanisë Play for Cash dhe Play for Win, ju përgëzoj dhe ju premtoj se pronarët Arbeni dhe Astridi dhe kompanitë tona gjithmonë do të jenë pranë jush. Best po folk. Best po folk, Rovena Stefa. Malkuar dita që u pam të dy, malkuar lodët që i kam bërë për ty, se t'ju largove, por mua ku. Faleminderit shumë, kur merr çmime, të duket sikur çdo gjë ka mbaruar. Veç sa fillon akoma. Unë më duket si një përgjegjësi shumë e madhe, shumë rrallë dalë dhe marr çmime. Por më duket një përgjegjësi shumë e madhe për të vazhduar dhe për të bërë gjëra shumë më të mira. Ndonjëherë arrim, ndonjëherë jo. Kjo varet nga shumë faktor, po dhe ne mundohemi të gjithë me mundësitë tona në këtë treg të vogël të sjellim gjëra të mira për popullin edhe për ne të gjithë. Faleminderit shumë. Rovena Stefa është veshur shumë bukur. Mirëmbrëma, dukesh për mrekulli. Mirëmbrëma, faleminderit shumë. Kush është përkujtesur Spari për dukje? Ne si gjithmonë. Atëherë kjo është vetëm gjysma e shqiponjës. Ma pret brenda. Po, ne pam edhe gjysmën që sa po arriti, do dukeni një shqiponje dhe një flamë. Po, jemi në performancë, kemi me u bashko. Si po ndjeni sonte? Mirë shumë, mirë, është një natë shumë e bukur, mblidhen mi artistët, performojmë gjërat tona më të mira, më të reja. Është një natë e madhe për muzikën. Faleminderit Ziko, faleminderit. Faleminderit shumë. Mund të kaloj edhe tek motra Rovena Stefa, se cila gjithnjë është pranë Rovenës, po është paksa mrapa kamerave. Mirëmbrëma, dukesh për mrekulli. Faleminderit. Po më pëlqen edhe përpara kamerave nganjëherë. Po tani po. Si të ndjesh çfarë po presonte? Pres një mbrëmje të bukur artistike. Pres një shpërblim të artistëve për punën që bëjnë gjatë gjithë vitit. Mendoj që ky është qëllimi kryesor i kësaj mbrëmje. Sigurisht për Rovenën do ju uroj shumë sukses në bashkimin e shqiponjës atje brenda. Faleminderit.